Përshëndetje TikToku. Ja ritakojmë sërish me prezantimin e një motori tjetër për shitje. Sot kemi Sym Symphony ST 125 kubik, viti 2024. Pra, Symi na vjen me një histori legjendare prej 72 vitesh histori dhe prodhim. Symi është prodhuar për të parë në vitin 1954 në Taiwan, në Sangyang Motor. Pra, Taiwani, siç e dim, gjithë është një nga industritë më të mëdha në botë për prodhimin e motorave, makinave dhe industrisë elektronike. Pra, Symi ka një histori shumë të mirë në Europë, në Azi dhe më gjërë. Është një motor me low cost, praktik dhe tepër i fortë për ta përdorur për punë, për delivery dhe për shumë shërbime të tjera. Në rastin konkret, ky është një nga motorat më të mirë për qytet dhe është i specifikuar pra si city bike. City bike do të thotë motor qyteti që është tetë praktik me një autonomi prej 2.5 litrash për 100 km, ka në kroskotin e tij, e shikojmë, ka vetëm 12.800 km. Pra, një motor që mund ta përdorni në çfarëdo lloj okazioni. Duke qenë se trafiku është bërë një kaos kaq i madh dhe parkingu është bërë një problem kaq i madh për gjithë ne, motori është zgjidhja perfekte për gjithë ju. Për më tepër, zgjidhja perfekte për të blerë motorin më të mirë për gjithë ju është tek mekaniku juaj i preferuar, sepse në fund të ditës ju jep garanci për mjetin të cilën e merrni. Ky motor vjen me çmim promocional për 1.600 euro. E përsëris 1.600 euro dhe ky motor bëhet i juaj, është me targa, me letra, me dokumenta, i targuar me serviset bëra gati për t'i hyrur. Pra, për gjithë ju që akoma nuk e keni marrë motorin për verën që po vjen, duhet kuptoni që shpëtimi juaj është vetëm një motor si ky. Faleminderit.